Gjitha vajzat janë në kampionat aktiv, gjendja e tyre fizike duket e mirë, edhe jemi me të bo stërvitje shumë intensive, po menoj që kemi kundërshtojnë goxha të vështirë dhe na duhet gjendja fizike e mirë, edhe atmosfera në ekip është shumë e mirë, menojmë jena të shku për rezultat pozitiv, edhe po shpresoj që kena me jap më të mirën. Stafin e kemë shumë profesionist, janë munu me na bo analiza të kundërshtarit, po na e bojnë ato që mune me bo na në fushë dhe po shpresoj që kena mja dalë. Përgatitjet mërna në ekip janë të shku shumë mirë, si që dim na Wales i ka një skuadër shumë fort, po edhe na kena dëshmu shumë herë se na jena një ekip i mirë, edhe po mendoj si grup kena me morë një rezultat pozitiv. Po tjetër, stafi teknik ban një punë t'jashtëzakonshme, si mrena në fushë, si jashtë fushë, se kena analizu shumë mirë Walesin, edhe po besoj që kena me mujtë mi konkretizu mënyrën më të mirë të mëjshme ato që stafi na ka jopë si mrena si jashtë fushës.